Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum wa qtada bihadihim ila yawmiddin. Thumma amma ba'du. E falenderojmë Allahun fuqiplot për çdo mirësi dhe begati me cilën na ka pajisur. Për shëndetjet tona të përzemërta ja dedikoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithë besimtarëve muslimane që pranuan dhe pranojnë ta ndjekin këtë rrugë deri në frymën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin gjithmonë mbi ju dhe mbi familjet e juaja. Mirë se takohemi në serinë tonë të ligjëratave me trego për Islamin, ku jemi në një pozitë ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgjigjet pyetjes së dytë shumë të rëndësishme. Me trego Muhammed për imanin, besimin. E pejgamberi alayhis salam tha: "El-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi." Imani, besimi është të besosh Allahun Azza wa Jall, i cili të krijoi, të besosh në melaiket, engjujt e tij, dhe pastaj vazhdoj me shtyllën e tretë të imanit, të besosh në librat e Allahut fuqiplot. Andaj, besimi në librat e Zotit fuqiplot është shtylla e tretë e imanit, që nënkupton se personi i cili i mohon librat e Zotit të zbritura, ai del nga dini islam. Ai nuk konsiderohet pjesëtar i fesë islame, sepse Allahu Azza wa Jall në shumë ajete kuranore dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet vërteta na tregon se njëra prej shtyllave të qëndrueshmërisë në islam është edhe besimi në librat e Allahut Azza wa Jall që i zbriti tek njerëzit. Shtrohet pyetja: a thua vallë, çka nënkupton? Dhe çfarë kemi për qëllim kur themi besimi në librat e Allahut subhanahu wa taala? Kemi për qëllim, ashtu siç na mësuan edhe dietarët islam, se besimi në librat e Allahut Azza wa Jall nënkupton se ato janë libra dhe fjalë të Allahut subhanahu wa taala, të cilat i zbriten pejgamberve të ndryshëm për gjatë periudhave historike. Me zbatimin e tyre, neve bëjmë ibadet dhe puna dhe orientimi i atyre librave për neve në praktikë është obligim. Pra, besimin e librat e Allahut Azza wa Jall nënkupton se ato janë libra prej Allahut. Janë fjalë të Allahut, janë ligjet të Allahut Azza wa Jall që i cekun në këto libra, të zbritura tek një kategori e njerëzve që janë pejgamber të Allahut Azza wa Jall. Dhe me zbatimin e tyre dhe me urdhrat që janë brenda tyre, neve kemi obligim praktik në jetën e kësaj bote. Andaj, Allahu subhanahu wa taala për t'u sqaruar njerëzve urdhrat e tij, për t'u sqaruar njerëzve fenë e tij, për t'u sqaruar njerëzve besimin dhe rrugën e drejtë, Allahu subhanahu wa taala zbriti libra të ndryshëm në mënyrë që njerëzit të orientohen dhe të mësojnë rrugën e drejtë. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall përmend terme të ndryshme në Kur'anin famëmadh sa i përket librave të cilët i ka zbritur. Andaj, Allahu Azza wa Jall në një formë e përmend librat e zbritura me emërtimin El Kitab ose Kutub, që në gjuhën shqipe nënkupton librat e shkruara, librat e zbritur. Andaj Allahu Azza wa Jall në një ajet dhe shumë ajete të tjera drejtohet me këtë lloj emërtimi, duke thënë Allahu subhanahu wa taala: "Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi."
Dhe çdo kush besoj në Allahun Azza wa Jall dhe në melajket e tij dhe në librat kutubihi, në librat e Allahut Subhanahu wa Taala. Gjithashtu me emërtimin El Kitab e ka përmendur edhe pejgamberi alayhis salam kur u përgjigj për imanin, tha en tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi, që të besosh në Allahun, në melajket e tij dhe në kutubihi, pra në librat e Allahut Azza wa Jall që i ka zbritur. Gjithashtu prej emërtimeve të cilat i gjejmë në Kur'anin famëmadh, sa i përket librave të zbritura, është emërtimi Ez-Zubur. Ez-Zubur, të nderuar vëllezër besimtar dhe motra besimtare, i ka disa kuptime në gjuhën shqipe. Kur përmendet emri Zubur në Kur'an, është njëra prej qëllimeve që kanë përmendur dietarët e Islam, është për pikmeria. Pra sikur Allah Azza wa Jall don të na thotë se këto libra të cilat i kam zbritur, pra këto libra që i kam zbritur tek pejgamberët, janë të përpikta në shprehjet e tyre, në ligjet e tyre të cilat nuk mund t'i thej njeriu. Prej kuptimeve të tjera të fjalës Ez-Zubur është për qëllim edhe ruajtja. Pra, disa prej librave të cilat i ka zbritur Allah Azza wa Jall ka dashur që të ruhen mirë, pra është për qëllim ruajtja e njerëzve nga gjunahet në jetën e kësaj bote. Pra, sikur Allah dëshiron të na thotë se unë i kam zbritur këto zubur, këto libra për t'ju ruajtur nga gjunahet dhe mëkatet në jetën e kësaj bote. Dhe kuptimi i tretë në gjuhën shqipe i fjalës zubur është për qëllim libra të shkruajtur, fleta të shkruajtura, të cilat pra në kuptojnë sikur Allah don të na thotë se unë kam zbritur këto libra që janë të shkruajtura mirë, të ruajtura mirë, dhe me to orientohen dhe drejtohen njerëzit mbar. Andaj të gjitha këto kuptime mund të hyjnë tek emërtimi Ez-Zubur, siç Allah Azza wa Jall thot: "Wa innahu lafi zuburil awwalin", dhe me të vërtetë ajo është në librat e të parëve, pra pejgamberëve të mëhershëm. Gjithashtu Allah Azza wa Jall na thot: "Wa laqad katabna fi az-zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadi as-salihun." Dhe ne kemi shkruar në Zabur, pra para Kur'anit, se me të vërtet tokën e trashëgojnë njerëzit e mirë, njerëzit të cilët janë të devotshëm para Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu prej emërtimeve të tjera të cilat janë të përmendura si rezultat e librave që i ka zbrit Allahu Azza wa Jall është edhe fjala Es-Suhuf, që nënkupton flet, sahife, fletushka. Po Allah Azza wa Jall në disa ajete kuranore e përmend me termin Es-Suhuf, siç thot Allah Azza wa Jall inna fi hadha, siç thot Allah subhanahu wa ta'ala inna fi hadha la fi as-suhuf al-ula suhuf Ibrahima wa Musa. Me të vërtet kjo është të shkruajtur në fletushkat e para, në fletushkat e Ibrahimit dhe Musës alayhima salam. Gjithashtu të nderuar vëllezër, pra, këto janë emërtimet në përgjithësi të cilat përmenden pra në Kur'anin famëmadh dhe në fund përmendet Kur'ani me termin e veçantë që në kupton librin e Allahut Azza wa Jall. Andaj, besimi në librat që i ka zbritur Allahu Azza wa Jall të pejgamberët, të cilat janë të argumentuara me Kur'an dhe sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është wajib, është obligim individual për secilin musliman dhe muslimane. Allahu Azza wa Jalla thot në njërin prej ajeteve kuranore: "Laqad arsalna rusulana bil bayyinat." Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab. Me të vërtetë ne u zbritëm pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall, pra argumente të qarta, dhe me ta i zbritëm libra të cilët me të pra orientohen njerëzit në përgjithësi drejt rrugës të Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu Allah Azza wa Jalla tha: "Ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabi alladhi nazzala ala rasulih wal kitabi alladhi anzala min qabl." O ju të cilët keni besuar,
besoni në Allahun dhe në të dërguarin e tij dhe në librin që ja ka zbrit atij dhe në librin që ka zbritur pra më herët para periudhës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj të gjitha këto ajete dhe ajetet të tjera neve na obligojmë që të besojmë në librat të cilat i ka zbritur Allahu fuqiplot. Andaj a thua cila është urtësia e zbritjes së këtyre librave? Pra, siç e thamë edhe më herët, besimi në librat e Allahut azza wa jall është obligim, që nënkupton se personi i cili mohon librat e Zotit del nga dini islam dhe nuk ka hise në fenë islame, me argumente nga Kurani dhe suneti pejgamberit alayhis salam dhe ixhmai konsenzusi muslimanëve deri në ditën e sotit. Andaj, urtësia zbritjes së këtyre librave është si vjen. E para, thonë dietarët islam, Allahu ka zbritur libra që ta ngris argumentin para njerëzve, që në ditën e gjykimit mos të arsyetohen ata se nuk kanë dëgjuar për ligjet e Allahut dhe për dinin e Allahut subhanahu wa taala. Siç Allah azza wa jall e cek për dërgimin e pejgamberëve kur thot rusulan mubashirin wa mundhirin lialla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Këta janë pejgamberë që i kemi zbritur, që janë përgëzues dhe qortues, dhe të mos ketë nga njerëzit argumente para Allahut azza wa jall që neve nuk kemi pas pejgamber, nuk kemi pas njerëz që na kanë orientuar në rrugën e drejtë. Andaj, kur Allah azza wa jall dërgoi pejgamber, me ta dërgoi edhe libra, që i bie se nuk do të ketë arsyetim para Allahut azza wa jall në ditën e Kiametit, sepse çdo popull i Allahu i ka dërguar pejgamber dhe çdo popull me ta i ka dërguar fletushka apo edhe libra të ndryshëm. Prej urtësive të tjera që Allah azza wa jall ka dërguar libra është edhe kthimi në njëshmëri ndaj Allahut azza wa jall, besimi në Zotin një dhe gjykimi në mesin e njerëzve. Siç Allahu azza wa jall thot: "Kana an-nasu ummatan wahida, fab'atha Allahu nabiyyina mubashirin wa mundhirin wa anzala ma'ahum al-kitaba liyahkuma bayna an-nasi fima ikhtalafu fihi." Kanë qenë njerëzit një umet i vetëm, e pastaj Allahu azza wa jall dërgoi pejgamber të shumt, përgëzues, qortues dhe me ta zbriti libra të cilët janë gjykues në mesin e njerëzve për atë që ata kanë pasur mos pajtime. Andaj, librat e Zotit kanë qenë gjykatësi më i mirë në mesin e popujve të mëhershëm, kur kanë pasur mos pajtime për gjëra të ndryshme në jetën e kësaj bote. Allahu ka zbritur argumente, ka zbritur libra, ka zbritur ligje, me cilat pastaj ata e kanë tejkaluar këto sprova, dhe Kurani mbetet gjykatësi më i mirë për neve në rast të mos pajtimeve që kemi mes njëri tjetrit. Andaj, nuk i takon muslimanët dhe muslimanes që t'i kthehet njerëzve në gjykim kur është libri Allahut azza wa jall. Allahu tha wa ma kana lil mu'minina, thot Allah azza wa jall, dhe nuk i takon besimtarve që idha qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, që kur Allahu gjykon për diçka dhe i dërguari i tij, që ata të zgjedhin nga hawaja dhe nga epshi i tyre, pra të zgjedhin dhe të gjykojnë në mesin e njerëzve. Por është ligji i Allahut dhe ligji i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është prej Allahut, e ky vlen si gjykim në mesin e njerëzve. Andaj, pra e vrejmë që njëra prej urtësive të mëdha të zbritjes së librave tek njerëzit është thirrja në tauhid dhe gjykimi në mesin e njerëzve. Gjithashtu prej urtësive tjera është edhe përkrahja e pejgamberëve të Allahut azza wa jall në thirrjen e tij. Siç Allahu subhanahu wa taala na thot në njërin prej ajeteve kuranore: "Esta'idhu bila bismillah, fa in kadhabuka faqad kudhiba rusulun min qablik." Faqad kudhiba rusulun min qablik, ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Tha, në qoftë se ty të përgënjeshtrojnë Muhammed, i kanë përgënjeshtruar edhe pejgamberët më herët sikur se ti, të cilët Allah azza wa jall ju dha argumente të qarta dhe ju dha libra që janë ndriçues. Andaj, me këto libra, me këto argumente të qarta, u ndihmoi pejgamberëve të Allahut azza wa jall në
në thirrjen islame. Edhe neve sot Kurani mbetet njëri prej mekanizmave kryesor që neve e spjegojmë dinin e Zotit, që neve e dojmë edhe ma shumë dinin e Allahut Azza wa Jall, që neve i praktikojmë ligjet e Allahut në jetën e kësaj bote. Andaj, në përgjithësi pra këto janë urtësitë e zbritjes së librave tek njerëzimi. A dihet numri i këtyre librave? Numrin e këtyre librave nuk e din përpas Allahut Azza wa Jall. Por ajo çka është e ditur në historinë e njerëzimit, se Allahu Azza wa Jall ka zbritur përveç librave, më herët ka zbritur edhe fletushka. Andaj, dietarët e historisë islame e përmendin se Allahu Azza wa Jall i ka zbritur Idrisit alayhi salam fletushka, dhe ato kanë qenë 30 prej tyre. Por ato nuk kanë qenë me dispozita sikurse që është Kurani fa më madh, por kanë qenë me këshilla të përgjithshme, të cilat i ka marrur Idrisi dhe i ka implementuar në mesin e njerëzve. Gjithashtu, prej pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall që ka pasur fletushka është edhe fletushkat e Ibrahimit a.s. Fletushkat e Musës a.s. që i përmendëm më herët në ajet kuranor, Suhufi Ibrahime wa Musa, fletushkat e Ibrahimit dhe të Musait. Sipas transmetimeve thuhet që Ibrahimi ka pas 10 fletushka pra që ka punuar me to. Pastaj Allahu Azza wa Jall ka zbritur libra të njohur të cilët i kemi dëgjuar në mesin ton. Andaj prej librave kryesore që i ka zbritur Allahu Azza wa Jall, siç dihet mirë, janë 4 libra të njohura. Libri i parë është Taurati, që i ka zbritur Musës alayhi salam tek Beni Israilet. Pra një libër madhështor që i ka zbritur Musës alayhi salam tek Beni Israilet, dhe Allah Azza wa Jalla ka përmendur wa anzalna at-Taurata wal Injil, dhe ne kemi zbritur Tauratin dhe Injilin. Dhe Allah Azza wa Jalla në ajet tjetër kuranor thotë kemi zbritur Tauratin hudan, e kemi zbritur udhëzim dhe dritë për njerëzimin. Andaj, e ka zbritur tek Beni Israilet me ligje dhe këshilla të ndryshme për t'i orientuar Beni Israilet në rrugën e drejtë. Por Beni Israilet e devijuan këtë libër dhe pastaj pra ky libër u derogua me ardhjen e Kuranit për arsye se e devijuan njerëzit për gjatë historisë. Për këtë arsye pra Allah Azza wa Jall e zbriti tek ta këtë libër të madh. Prej librave tjerë të njohur në historinë tonë islame është Zeburi, i cili zbriti Davudit alayhi salam. Zeburi një libër të cilën e këndonte shumë bukur Davudi alayhi salam. Dhe njerëzit pasionoheshin dhe mallëngjeheshin nga këndimi bukur që ja bënte Davudi alayhi salam këtij libri dhe teksteve të cilat ishin prezente në atë libër që ishin prej fjalëve të Allahut Azza wa Jall. Andaj, siç dihet mirë, Allah Azza wa Jalla tha wa atayna Dauda Zabura, dhe ne ja kemi dhënë Davudit Zeburin. Andaj, ky vleti për një pjesë të njerëzve, dhe thuhet sipas Ibn Kathirit në librin e tij Al-Bidaya wa Nihaya ka zbritur 482 vite, gati 500 vite pas Teuratit. Allah e din më së miri për këtë shifër. Gjithashtu, prej librave të njohur në mesin e njerëzimit është zbritja e Injilit, që i ka zbritur pejgamberit e parafundit në mesin e muslimanëve, që është Isa alayhi salam, të cilët krishterët e emërtojnë si Jezu Krishti. Isa alayhi salam i ka zbritur ky libër i madh me ligje dhe me këshilla të ndryshme në dinin e Allahut subhanahu wa taala, dhe ne kemi thënë se çdo pejgamber ka qenë musliman. Andaj ka zbritur ky libër të Isa alayhi salam, mirë po me kalimin e kohës pastaj njerëzit e devijuan, e ndryshuan dhe u bë pra me pjesë të ndryshme të devijimit dhe të ndryshimit. Andaj ky libër ishte si vërtetues i Tevratit dhe pastaj pra ishte si shpërndarës i dinit Allahut Azza wa Jalla në kohën e Isës alayhis salam, dhe Allahu tha musaddiqan lima bayna yadayhi. Ne e kemi zbrit Injilin pra që të jetë musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Tawrah, që të jetë vërtetues i asaj që ka zbritur në Teurat. Por me kalimin e kohës edhe ky libër pra ka devijuar, sidomos pas pasardhësve të Isës alayhis salam, të cilët e devijuan Injilin, edhe sot pastaj edhe Injili pra ndahet në dy, dhjatë e vjetër dhe dhjatë
e reje kështu me radhë dhe pastaj pra kemi interpretime të ndryshme të cilat nuk përkujnë me Injilin që ka zbritur në kohën e Isës alayhi salam. Dhe kështu të nderuar vëllezër, vjen libri i fundit si dërguesi të gjitha librave të mëhershëm në pjesën dërmuese të tyre dhe libri përmbledhës i gjitha librave të mëhershëm dhe libri që do të mbetet deri në ditën e gjykimit si ligj për muslimanët, Kur'ani famëmadh, që i zbriti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nëpërmjet melekut Xhibril, fjala Allahut subhanahu wa taala. E adhurojmë Allahun me leximin e Kur'anit. Zbriti i shkruar pastaj në masahif, i shkruar në fletushka të ndryshme. Dhe besimi në këtë libër është obligim i zbritur tek pejgamberi alayhis salam në një periudhë kohore 23 vite pjesë, e jo në mënyrë të tërësishme. Andaj ky është Kur'ani famëmadh që i zbriti pejgamberit alayhis salam në shpellën Hira. Dhe siç dihet mirë, Kur'ani ka emra të ndryshëm, pra emërtime të ndryshme, Furqan, Kitab, siç Allah azza wa jalla thot Alif Lam Mim, "Dhalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin." Alif Lam Mim, ky është kitab, ky është libër që nuk ka dyshim në të. Pastaj Allah azza wa jalla përmend me emërtimin Kur'an, "Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Me të vërtetë ky Kur'an udhëzon nga më e mira, rruga më e drejtë dhe më e mirë. Pastaj Allah azza wa jalla e përmend me emrin Furqan, pra në Kur'anin famëmadh, gjithashtu e përmend me emërtime të ndryshme, pra që ka të bëj pra dhe ka për qëllim Kur'anin famëmadh. Andaj, siç dihet mirë, zbritja e Kur'anit famëmadh është bërë në shpellën Hira, ku meleku Xhibril i vjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe aty fillon me zbritjen e Kur'anit famëmadh. Si ka ndodhur kjo? Shkojmë në shkputje të shkurtër për të rikthyer dhe në komentimin e zbritjes së Kur'anit famëmadh tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra, rikthehemi në shpjegimin ton sa i përket zbritjes së Kur'anit famëmadh tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe cekëm se ky Kur'an ka zbritur në shpellën Hira nëpërmjet melekut Xhibril. Në moshën 40 vjeçare ishte pejgamberi alayhis salam, në moshën e pjekurisë, kur mund ta përballonte, edhe pse ishte vështirë, por do ta përballonte lehtë në aspektin fizik dhe në aspektin psikologjik zbritjen e fjalës të Allahut azza wa jall, një barë rënd për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj aty ju paraqet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke thënë lexo Muhammed. Tha nuk di të lexoj. I tha e shtrëngoi fuqishëm dhe i rat fikt pejgamberit alayhis salam. Tha lexo Muhammed. Tha nuk di të lexoj, e shtrëngoi fuqishëm derisa në herën e tretë tha Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allama al insana ma lam ya'lam. I zbritën 5 ajetet e para të surës Alaq. Pra lexo Muhammed, studio me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë, deri në ajetin e fundit. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mund trondit nga kjo ngjarje dhe vrapoi shpejt tek gruaja e tij Hatixha dhe tha zemmiluni, më mbuloni. Dhe kishte etha të mëdha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse i kishte zbritur fjalë të më të mëdha të Allahut azza wa jall. Andaj u trondit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj vazhdoi zbritja e Kuranit në formë të pjesshme, duke thënë ja yuhel muddathir, o ti pejgamber i mbuluar, qum fa anzir, ngritu dhe thirrë njerëzit në rrugën e Allahut azza wa jall. E kështu me radhë, pra pjesë varësisht nga ngjarjet dhe periudhat jetësore që i ka ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Zbritja e Kuranit të nderuar vëllezër vjen në 3 faza. Faza e parë, Kurani është i shkruar dhe i zbritur në Lauhi Mahfudh, në atë pllak të artë që e ka ruajtur Allahu azza wa jall. Pra komplet Kurani është në Lauhi Mahfudh. Pastaj Allahu azza wa jall të
komplet të plotin e zbret në Bejtul Izza, në shtëpinë e falënderimit dhe të lavdërimit që është në qiellin e dunjas, ku Allah azza wa jalla e zbret duke thënë inna anzalnahu fi lejletil qadr, në natën e kadrit në qiellin e dunjas. Dhe faza e tretë e zbritjes është tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëpërmjet melekut Xhibril, ku i zbret pjesë për 23 vite me radhë. Andaj kjo është periudha dhe stacionet në të cilat ka zbritur Kur'ani, fa më madh. Pastaj ajo që ai ka zbritur në kujtesën e pejgamberit alayhis salam është shkruar në pllaka të ndryshme, në fleta të ndryshme, lëvore të ndryshme, e pastaj është botuar në një libër, pastaj është kopjuar e kështu me radhë, edhe sot gjenden pra kopje me miliarda, miliona kopje të Kur'anit, fa më madh, i cili nuk ka ndryshuar asnjëherë prej zbritjes në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, pra, Kur'ani fa më madh është libër i veçantë, legjislacioni i umetit islam deri në ditën e fundit. Sepse me Kur'anin janë përmbyllur të gjitha librat, sikurse që është përmbyllur pejgamberllëku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ky libër është madhështor. Muslimanët duhet të jenë krenar. Muslimanët duhet të jenë kryelartë. Çfarë libri kanë dhe me çfarë libri ata identifikohen. Edhe po që se do mundohemi të rjetën të komentojmë Kur'anin fa më madh, nuk do të kemi mundësi, sepse kapacitetet tona janë të kufizuara në shpjegimin e librit Allahut azza wa jall prej perlave dhe margaritarëve që përmban ai. Andaj, Kur'ani njerëzve ju drejtohet me 5 bloqe, me 5 boshte. Pra, Kur'ani ka 5 objektiva kryesore, me të cilat ai i flet njerëzimit. E para prej tyre, Kur'ani flet për akide, flet për besim. Një pjesë e madhe teksteve kuranore, pjesë dërmuese flet që njerëzit duhet besojnë në Allahun azza wa jall, duhet të kthehen në monoteizëm. Andaj, pjesa dërmuese ajeteve kuranore nëse kthehemi, Allah azza wa jall thotë që ta besoni Allahun një dhe të largoheni tagutit, të largoheni idhujtarisë, të largoheni shirkut. Allah azza wa jall thot, ne nuk kemi dërguar asnjë pejgamber përveç se i kemi thënë la ilaha illa ana fa'budun. Nuk ka zot tjetër përveç meje, me adhuroni. Për shirkun tha inna shirka la dhulmun adhim. Me të vërtetë shirku është një zullum i madh. Wala tushriku bihi shay'a. Dhe mos e adhuroni me Allahun dikë tjetër përpos tij. E thirrje të ngjajshme të shumta në Kur'anin fa më madh. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala, pra, ajo shka ka për qëllim me Kur'an fa madh si bësht kryesor është tauhidi, njëshmëria Allahut azza wa jall. Tematika e dytë, objektivi i dytë që flet Kur'ani fa më madh është tregimet e popujve të mëhershëm. Dhe qëllimi kryesor i përmendjes së tregimeve të popujve të mëhershëm prej Ademit alayhis salam, Nuhu, Ibrahimi, Musa, Isa e të ngjajshëm është ku Allah azza wa jall i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam laqad kana fi qasasihim ibra li ulil albab. Me të vërtetë në tregimet e tyre ka mësim për njerëzit, për të zotët e mendjes. Gjithashtu Allah azza wa jall i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Dhe neve, në çdo gjë neve të kemi treguar ty për historitë e pejgamberëve të mëhershëm, për ngjarjet dhe lajmet rreth tyre, në mënyrë që ta forcojmë zemrën ty Muhammed dhe pastaj edhe umetit tënd. Andaj, qëllimi i tregimeve të mëhershme është që të forcohen zemrat dhe besimi në Allahun subhanahu wa ta'ala. Andaj, për shembull, prej ngjarjeve ku na ushtohet neve imani, është përmendja e tregimit të banorëve të shpellës, Ashabul Kahf, që Allah azza wa jall ka zbritur një sure që quhet Surja Kahf, dhe është sunet që të lexohet në ditën e Xumë. Po Allah azza wa jall përmend një ngjarje me djelmoshat e rinj, të cilët e kishin braktisur pra vendin e tyre, familjet e tyre,
për ta ruajtur besimin e tyre dhe ishin futur në shpellë, e Allah Azza wa Jall ua kishte marrë shpirtin atyre, pra për 309 vite me radhë ata kishin qëndruar në shpellë. Domethënë Allah Azza wa Jall e përmend këtë ngjarje për t'u ashtuar imanin dhe besimin njerëzve në përgjithësi. Pastaj Allah përmend popujt e ndryshëm se si janë dënuar, populli i Adit, e i Themudit, e i Salihut e kështu me radhë, të cilët i përgënjeshtura në ajetet e Allahut Azza wa Jall, e disa prej tyre u morën me vërshim, disa prej tyre me gur, e disa prej tyre Allah Azza wa Jall i shafitin në tokë, pra tregime të ndryshme që marrim ibret dhe marrim mësime të shumta në jetën tonë. Gjithashtu, prej tematikave të rëndësishme të Kuranit famëmadh dhe kryesore është marrja e shembujve të ndryshëm në Kur'an, ose përngjasimi i diçkaje me diçka tjetër në Kur'anin famëmadh. Siç Allahu subhanahu wa taala përmend shembuj në ringjallje. Siç Allah Azza wa Jall thot: "Wa ahyayna bihi baldatan mayta kadhalika al-khuruj." Dhe ne kështu e ngjallim tokën e vdekur dhe kështu do të jetë edhe ringjallja. Pra, Allah Azza wa Jall përmend se toka ndonjëherë mund të jetë e vdekur sepse nuk është e ujitur, nuk është e mbjellur, dhe në momentin kur ujitet me ujë dhe me shi dhe kur mbjellet, atëherë ajo ngjallet dhe i sjell frytet e saj. Kështu do të jetë ringjallja. Sepse nëse Allah Azza wa Jall ka mundësi të ringjall diçka dhe sjell frytet e saj pasi që ka qenë e vdekur në jetën e kësaj bote, pse mos ketë mundësi të ringjall diçka që ka krijuar, që ne jemi krijesat e Allahut Azza wa Jall. Dhe në krahasim me galaktikat, oqeanet e krijesat e ndryshme, ne jemi më të lehtë për të krijuar në logjikën tonë. Për Allahun çdo gjë është e lehtë. Por fuqia e tij bën që neve do të ringjallemi në botën tjetër, pasi që ai ka mundësi të ringjallë çdo gjë në jetën e kësaj bote. Gjithashtu, prej shembujve të tjerë që Allah Azza wa Jall e përngjason në Kur'an është ku thot: "Wadrib lahum mathala al-hayati ad-dunya كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا." Dhe ti sjell shembullin e jetës së kësaj bote sikur se shembulli i ujit. فاختلط به نبات الأرض, që kur bie dhe përzihet me bimësin në tokë, atëherë kur ngjallet pas një kohe, fillon që ai bari i ngjallur dhe bimë që janë ngjallur fillojnë që të thahen dhe pastaj ato edhe largohen me frymen, kapërcejnë me frymen dhe zhduken. Kështu është shembulli i kësaj dynjaje. Dietarët islam janë munduar të komentojnë se çka është ndërlidhja e jetës së kësaj bote me ujin që ka përngjasuar Allahu Azza wa Jall. Dhe dietarët thonë se përngjasimi është me këto shkaqe. E para, sepse uji nuk rrin në një vend. Nuk rrin në një vend, por zakonisht lëviz. Dhe kështu është dynjaja. Ngjarjet e dynjas nuk janë të njëjta. Lëvizin, jeta ndryshon, rrethanat e jetës ndryshojnë. Kemi qenë në luftë para 26 viteve, sot jemi në liri. Nuk kemi menduar se do të shpëtojmë gjallë, por sot jemi në liri, në pavarësi, në të mira dhe begatit shumëta. Deri dje kemi qenë të varfër, sot jemi të pasur. Deri dje kemi qenë pa udhëzuar, Allahu Azza wa Jall na udhëzoi. Ndryshon kjo dynja dhe ndryshojnë rrethanat e kësaj bote. Pra Allah ka përngjasuar dynjan, jetën e kësaj bote me ujin, sepse uji nuk rrin në një vend dhe lëviz, dhe kështu është dynjaja, lëviz me mekanizma të ndryshëm, lëviz me dinamika të ndryshme në jetën e kësaj bote. Kjo e para. E dyta, kanë thënë dietar, Allah Azza wa Jalla ka përngjasuar jetën e kësaj bote me ujin, sepse kur uji lëviz, ai shkon dhe largohet dhe nuk kthehet më mbrapa. Kështu është edhe dynjaja. Dynjaja duke kaluar do të shkon dhe do të zhduket dhe nuk do të kthehet më mbrapa. Dhe e treta që kanë cekur dietarët islam, pra shkaku i tretë i përngjasimit të jetës së kësaj bote me botën tjetër, kanë thënë ai person që hyn në ujë nuk ka mundësi të mos laget. Kështu është dynjaja.
kush hyn në kënaqësitë e saj dhe kush zhytet në kënaqësitë e kësaj bote, ai do të sprovohet me fitnet e kësaj bote. Andaj, sikurse që në ujë kur hyn dikush dhe nuk ka mundësi të mos laget, ashtu kjo dynja kush hyn dhe zhytet në fitnet e saj, do të zhytet në fitnet të mëdha. Dhe e katërta që kanë cekur dietarët islam, uji kur pihet me karar, kur pihet në masë të caktuar, i bën dobi trupit të njeriut. E kur pihet me nguti dhe kur pihet më shumë sa që i nevojit të trupit të njeriut, i ban dëm njeriut. Kështu është dënjaja. Kur njeriu pasionohet mas kësaj bote dhe e kalon kufit e Allah Azza wa Jall, atëherë i ban dëm. Por në momentin që jeton jetën e kësaj bote, për ta shfrytzuar dhe për ta fituar botën tjetër, atëherë kjo dënja i bën dobi atij. Andaj gjitha këtu, pra, hyn tek përgjasimi i jetës së kësaj bote. Tha Allah Azza wa Jall, Muhammed, përkujtoja jetën e kësaj bote me shembullin e ujit. Me shembullin e ujit, pra, dhe këto janë shkaqet pse Allah Azza wa Jall, pra, e përngjason jetën e kësaj bote me shembullin e ujit në jetën e kësaj bote. Allah e din më së miri. Gjithashtu, prej tematikave kryesore që i cek Kurani fa më madh është dispozitat e shariatit. Kurani famlar, si libër i zbritur të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përveç që ka ardhur me tregime, përveç që ka ardhur me thirrjen e tauhid dhe në akide, përveç që ka ardhur me shembuj të ndryshëm që janë të shumë, sikurse që Allah Azza wa Jalla përmend për shembull fjalën e mirë. Alam tara kayfa daraba Allahu kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibah asluha thabit wa far'uha fi as-sama. A nuk e ke parë se si Allahu sjell shembuj fjalën e mirë si pemë e mirë. Rrajti kanë tokë, kurse frytet i ngrit lart. Tu'ti ukulaha kulli hinin bi idhni rabbiha. I sjell frytet e saj në çdo kohë të caktuar. Andaj, pra, shembulli i fjalës së mirë është kur njeriu e flet atë fjalë, pra vulloset dhe rrënjoset në zemrën e palës tjetër. E pastaj kështu dhe shtohet dashuria. Pra frytet e fjalës së mirë janë se shtohet dashuria në mesin e njerëzve. Pastaj Allahu e shembullon fjalën e keqe me pemën e keqe, që rrajt ju kanë kputur asaj dhe nuk kanë vend, një frymë lehtë i largon ato. Andaj kështu është fjala e keqe. Kur futet pra në mesin e njerëzve largohet dashuria dhe nuk vlen më respekti dhe vlera e njerëzve pra që kanë për ty. Andaj Allahu i sjell të gjitha këto shembuj në mënyrë që ne vetë logjikojmë. Dhe prej tematikave që thamë është edhe halali dhe harami. Që dietarët islam janë munduar që të nxjerrin sa ajete kuranore janë me dispozita, dhe disa prej tyre kanë thënë se janë 500 ajete kuranore që i përfshin dispozitat e halalit dhe haramit, që është një lëndë që quhet ayatul ahkam, pra dispozitat dhe ajetet e dispozitave të islamit, të cilat i kanë nxjerrur dietarët prej Kuranit dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku shumë prej rregullave mësohen prej agjerimit, haxhit, tallakut, pra shkurorzimit, e shumë rregullat martesës, e shumë rregullat të tjera në dinin ton islam. Dhe tematika e fundit që e cek Kur'anin fa më madh, që është prej ajeteve të shumta, gati pjesa dërmuese e tyre, është Kur'ani flet për moral, për ahlak, për mirësjellje. Dhe pjesa dërmuese e ajeteve kuranore e orientojnë njeriu që ta ketë një sjellje të mirë në mesin e kësaj bote. Sjellje të mirë me Allahun, krijuesin e kësaj gjësie, sjellje të mirë me pejgamberët e Zotit, sjellje të mirë me librat e Zotit, sjellje të mirë me njerëzit në përgjithësi, sjellje të mirë me babën dhe nanën, sjellje të mirë me akraban, sjellje të mirë me jetimet, sjellje të mirë me mësuesit, e shumë pra palë të cilat neve kjo obligim që cilëmi mirë me ta. Andaj pejgamberi selam na ka mësuar përmes moralit të tij se ai ka qenë Kurani gjallë që ka ecur në tokë. Siç thot Aisha radhiyallahu anha, kana khuluquhu al-Quran. Ka qenë morali i tij Kurani. Dhe kanë thënë pejgamberi selam ka qenë një Kurani gjallë që ka ecur në tokë. Pra në aspektin praktik prej moralit dhe mirësjelljes. Andaj këto 5 tematika janë tematikat kryesore që i flet Kur'ani dhe dëshiron ta përçojë mesazhin tek njerëzimi në përgjithësi deri në ditën e fundit të kësaj bote. E para tauhidi, besimi një në Allahun Azza wa Jall, e dyta tregimet e pejgamberëve të mëhershëm për të marrë mësim neve, e treta sjellja e shembujve dhe përngjasimi me shembuj të ndryshëm në mënyrë që ta besojmë edhe më fuqishëm këtë libër të Allahut Azza wa Jall.
sjellja e dispozitave të shariatit përmes Kuranit famëmadh, që tham 500 ajete parafërsisht, dhe e fundit ajete të shumta na flasin dhe na orientojnë drejt një morali të lartë që duhet ta kemi si besimtar në jetën e kësaj bote. Andaj gjitha këto të nderuar vëllezër dhe motra e përfshin besimin e librat e Allahut Azza wa Jall. Deri në takimin tonë të radhës ku do të flasim për një shtyllë tjetër të imanit, e lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na bëjë stabil në fenë e tij, Allahu të na forcoj imanin tonë dhe Allah Azza wa Jall të bëjë si argument besimin Allahin në melajket e tij, në librat e tij, argument kur do dalim para Allahut Azza wa Jall dhe të futemi në xhenetet e tij. Amin. Walhamdulillah.